Pacha me ju o vëllezër dhe motra, sot është përkujtimi i Shën Franceskut. Shën Francesku, një njeri që ka keni pasur, që ka kërkuar nderet i kësaj bote, edhe në falimin tim, në luft, ka falimentu, ka humbë luftën, edhe ka kenë pasaj i semur, me këto falimentimet e jetës, Zoti ka ndihmu që të mendoj ma mirë për jetën e vetë, që të mos shërbej ma shërbetorin, por të shërbej pronarit, Krishtit. Edhe jeta e tij ka keni shndërruar, a ka pas një dëshirë për të ndjekur me të vërtetë Jezusin edhe Jezusin i varfër. Ka pas një dashuri jashtë zakonshme, duke vendosur Krishtin në vendin e parë. A ka kënë në harmoni në çdo gjë të jetës e vetë, në harmoni me njerëzit, sepse duke pasur me për veten babin e Jezusit, kujtoni se ai ka mohu çdo gjë që ka marrë prej babit të vetë toksor, i ka thënë, unë tash mbrapa do të jem vetëm fëmija, biri i atit. Më thënë babi qëllon, është vetëmi atë që unë pranoj. Atëherë, këtë gjë kanë shëndërru jetën e vetë, sepse babi jonë ka çdo gjë, të Zoti provanon për kujdeset. Dhe nëse babi ime është Zoti, të gjithë janë vëllezërit e mi. Dhe Shën Francesku ka jetu këtë gjë, me kënë një bashkim me të vërtet me të tjeret, por që të ishën vëllezër dhe motra, jo vetëm me njerëzit, por në bashkimet e me natyrën, me realitetin, me historinë, me kemë me të vërtet i pajtuar, askush ka mundësi me kemë në pace me të vërtet i pajtuar, me të vërtet, me jetën e vetë, me realitetin, me të tjeret, nëse nuk është i pajtuar me Zotin. Edhe këtë gjë ka eksperimentuar Shën Francesku, edhe ka kënë i lirë për me praktisë çdo gjë, me lanë çdo gjë, sepse Zoti për kujdeset për ne. Edhe ka eksperimentuar varfërin, jo vetëm për të ndihmuar të varfërit, se ka pa edhe këtë punë, por edhe për të përngjaj Krishtit i varfër. Deri në pikë që ai edhe në trupin e vetë ka mbartur edhe plagët e Jezusit. Atë shumë ka keni ngusht me Krishtin, edhe për dashurin që kishte ndaj Krishtit, për bekimin e madh, që është me keni Krishtin, ai ka pas dëshirë me shpall njerëzve lajmin e mirë e dashurisë e Zotit. Edhe ka qenë itinerant, ka shkuar në shumë vende për të shpallur ungjillin. Mirë, ky burr na tregon është një model i qartë për çfarë është me keni Krishtin, me ndjek Jezusin deri në fund. Ka pas edhe dashurim ndaj ungjillit. Ai thoshte se kishte dëshirë me marrë ungjillin pa komentime. Do me thënë ashtu si që është. Me pranu me krejt liri që Zoti ka dëshirë. Një njeri i dashuruar me fjalën e Zotit, me meshën e shenjtë, me njerëzit, me një dëshirë edhe stërmadhe për qiellin. Sot ne përkujtojmë kalimin e tij nga kësaj jete, nga kjo jetë në jetën e pasosur. Edhe dashtë Zoti që dashuria i Krishtit të rritet brenda nesh, që edhe ne të kemi një dëshirë të zjarrt për me ndjeki Jezusin, që vetëm ashtu, duke kena ai në vendin e parë, çdo gjë shkon në vendin e vet. Mund të jemi edhe njerëzit që sjellin paqen në botë, si ka pa Shën Francesku. Që lëvdu Krishti.